nuk jam kundër zgjedhjes së presidentit nga populli. Një president nga populli, Sali Berisha është i gatshëm të ulet me Edi Ramon për ndryshime kushtetuese që do sillnin zgjedhjen e kreut të shtetit me votë të drejtë për drejtë. Kryedemokrati thotë se pse ka ndryshuar qëndrim për institucionin e presidentit. Historia e presidentëve jo njëherë, po më shumë se njëherë është histori kukullash. Dhe kombi nuk ka nevojë për kukulla. Nuk kam qenë dakord dikur me këtë proces, por sot kur shoh asgjësimin e atij institucioni, që është institucion shumë i rëndësishëm, mendoj se ai duhet vendit dhe kombit si institucion i vërtet, dhe jo fake siç është. Me përfundimin e të ashtuajturës ripërtëritje, Berisha thotë se PD tashmë ka gati një ekip që do ta çojë drejt fitores elektorale, ardhjes në pushtet pas 13 vitesh opozit. Në kilometrin e fundit të saj, ajo ka një ekip të pajisur me të gjitha aftësitë për të udhëhequr këtë parti për përmbushjen me sukses të misionit të saj. Por rruga për të zgjedhur kandidatët e zgjedhjeve të ardhshme, që janë ato vendore të 2027-s, jo domosdoshmërisht do të jenë primaret. Kreu i PD bën një hap pas, duke thënë se ka një debatu në Selin Blu për t'i hequr ato. Personalisht, jam në favor të primareve, por e pohoj këtu që ka një debat të fortë brenda nesh. Ne kemi vendosur një bashkëpunim të ngushtë, fatmirësisht me dy institute amerikane, Institutin Republikan, një aleat që nga vitet 90 i Partisë Demokratike dhe Instituti Leadershipit, dhe do të bëjmë një konsult të gjerë me ta për të marrë vendimin përfundimtar. Berisha komentoi edhe raportin e një dite më parë të Komisionit Evropian për Shtetin Ligjor, duke thënë se evidentoi mbrojtjen që mazhoranca i bëri korrupsionit të Ballukut, jo vetëm me sulmet ndaj organeve të drejtësisë, por edhe duke mos lejuar arrestimin e saj.